Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në konferencën për mediat, është pyetur për institucionin bankar online Jetbank. Berisha tha se historia me këtë institucion është disa vjeçare, ku Banka e Shqipërisë ka kundërshtuar licencimin, ndërsa kryeministri Edi Rama ka insistuar. Mëtej, kreu i PD tha se te Kobank shkojnë parat që u vidhen qytetarëve europian me anë të call centerave, bank të cilën Berisha e quajti Banka e Familjes Rama. Ju duhet ta dini se call centrat plaçkitse janë fenomeni më kriminalet në Shqipëri. 24 orë mbi 24 orë. Qindra e qendra plaçkitse. Qindra. Vjedhin qytetarët italian, francez, gjerman, austriak e me radhë. Dhe këto para tani kalojnë në bankën Rama, bankën e familjes Rama, kjo Gjepa, se s'ka nësi, është bankë e këtyre, ata janë fonjo, të gjithë janë të kryur, kjo është bankë në funksion të familjes Rama, me bitcoinin e ka në Shqipëri e menaxhon familja Rama, plaçkitje e call centrave, tani për Olsin thonë, po nuk mund të them, se nga që janë bërë aq të shumta, Olsi është licencuesi i tyre. Ato vjedhin shuma prallore, minimumi 30 milion euro në muaj secila. Qytetarëve, e kuptoni ju se si jemi bërë ne? Ndërkaq, kreu i PD-s kritikoi Edi Ramën për mungesë transparence lidhur me udhëtimin e tij në Spanjë. Berisha pretendoi se kryeministri tentoi të fshehë pjesëmarrjen në samitin në mbrojtje të demokracisë, duke e paraqitur vizitën si një takim zyrtar me kryeministrin spanjoll, Sanchez, pavarësisht se bëhej fjalë për një forum me shumë lider shtetror. Berisha në mbyllje të fjalës tha se protesta e radhës e opozitës do njoftohet shumë shpejt.